Rastin e personit të tretë të përfshirë në aksidentin tragjik në Radishan, të cilin humbi jetën 19 vjeçari, Prokuroria Themelore Publike po e udhëheq me procedurë të shkurtuar. Prokuroria thot se 46 vjeçari nga Haraqina ishte pjesëmarrës në aksident dhe u largua nga vendi i ngjarjes pa u ofruar ndihmë të lënduarve, ndërsa sqarojnë gjithë momentin e ngjarjes. Sipas njoftimit të prokurorisë, dyshuari duke vozitur me automjetin e tij Seat Altea në rrugën Radishan, në kryqëzimin me rrugën 18, në të cilën trafiku nuk ishte i rregulluar me shenja, ka kthyer në të majt, pa i lëshuar automjetet që vinin nga drejtimi i kundërt. Në këtë mënyrë ai apreu rrugën motocikletës Kawasaki që po bllokonte drejtimin e lëvizjes në anën e kundërt të kryqëzimit. Për t'u shmangur goditjes së drejt për drejt me veturën, motociklisti ka kthyer majtas, duke kaluar në korsinë e destinuar për automjetet që kanë lëvizur në drejtim të kundërt. Po shtojnë nga prokuroria, aty motori me pjesën e përparme ka goditur drejt për drejt automjetin Alfa Romeo, e cila vinte nga ana e kundërt. Për shkak të fuqisë së goditjes, motociklisti Nikola Markachevski u rrëzua dhe ra në rrugë dhe mori lëndime të rënda trupore, prej çka dhe ndroi jetë, ndërsa lëndime më të lehta mori shoferi i automjetit Alfa Romeo. I dyshuari, në vend që të jap ndihmë të lënduarve, pas aksidentit është larguar nga vendi i ngjarjes. Mëtej njoftojnë nga prokuroria me qëllim sigurimin e personit gjatë procedurës, prokurori publik ka propozuar që të dyshuarit i caktohen masa kujdesi, ndalesë për t'u larguar nga vendi ku jeton, obligim për t'u paraqitur në gjykatë dhe marrje përkohshme dokumentit të udhëtimit, si dhe marrje patent shoferit.